Na çrregullimet e gjumit në shumicën e rasteve i lidhi me stresin edhe i lidhi me shëndetin mendor. Por apnea e gjumit është diçka që vjen nga brenda edhe thash që ndahet në disa kategori që do doja shumë t'i ndaje me neve. Për dallim për asaj e pagjumësisë të zakonshme që e njohim, karakteri psikologjik që e përmendet ti insomnia, që mund t'i vjetë si pasojë e problemet ndryshme e ilaçeve kështu me radhë, kjo nuk ka lidhje me pagjumësi. Kjo është një problem që vetë personin shumicë raste nuk e din që e ka. Do thënë, ai e merr gjumin gjatë gjithë kohës, flen herët, po gjatë natës asnjëherë nuk bën gjumë kualitativ, sepse ka të fragmentuar gjumin. Gjumi asnjëherë nuk hyn atë fazën e gjumit kur organet tona pushojnë. Edhe ky gjatë momentin kur hyn në gjumë, vjen deri në çrregullim e muskujve të frymarrjes, rrugëve të sipërme të frymarrjes më shpeshti, cilat e bllokojnë rrjedhjen e ajrit. Këta fillimisht mund të ngërhasin shumë, pra ngërhitja është simptom shumë e zakonshme e kësaj probleme, dhe her pas here ka pauza, disa sekondëshe. Të ndërprerjes së frymarrjes. Ndërprehet frymarrja, pastaj vazhdon të merr frym prapë, për shkak bllokimit të rrugëve frymarrjes. Shpesh njerëz e tregojnë që zakonisht këto na referojnë partnerët e tyre, ose familjarët cilët flenë bashkë, thonë që duhet ta ndroj krahun ose ta nga shpina ta kthejnë krah sepse i bllokohet frymarrja. Këto pauza zakonisht zgjasin deri në 10 sekonda, përmi 10 sekonda. Domethënë 10 sekonda është ajo nëse zgjat një pauzë, atëherë marrim si epizod apneik. Dhe këto epizode janë të shpeshta. Ne kemi një farë matje, pra me cilin e masim nëse e shohim që këto ndërprerje janë më shumë se 10-15 në orë, për orë të gjumit po flasim, atëherë marrim si apne të gjumit që kërkon trajtim, pra që duhet trajtohet.